Qytetarët Elbasanas janë të detyruar të presin në radhë pranë zyrave të OSHE-s për të paguar energjinë elektrike. Situata paraqitet e vështirë dhe për punonjësit e zyrave, pasi çdo ditë paraqiten një numër i lartë qytetarësh me problem të ndryshëm edhe ky fluks është i vështirë për të përballuar. Pjesa më e madhe e qytetarëve shprehen se numri i kufizuar i sporteleve ka sjellë edhe radhët e gjata, të cilat i detyrojnë ata të presin më shumë se 5 orë. Sa orë ke qenë pret? Po bëj që mëngjes në ora 8. E në alas këni marrë punë. Nuk ka sportele në dispozicion për t'i pritur? Ku ka, ti e shef se si është aty. Po të shifje mëngjes, një ishte milet, plot. Po problemi sepse një muj që kemi paguar neve atje dhe këtu në Libres deli pa shkarkur. Atje ke posta, kemi paguar atje ke fshati, kurse këtu deli pa shkarkur. I me lekët i kam paguar me vule, me gjitha kur këtu del për të paguar parën. Kemi 2 orë. Për të bëjë kontratën për të paguar, se kam prapa metra pa paguar. Po, jem debitor. Në 100.000 lekë, në 120.000 lekë. Kam pagu 6 mujoshin e fundi, kam i 6 mujoshin e parë pagu. Të fundi kam pagu, edhe kam 10 orë tani pa pagu. Edhe pse abonentët janë njoftuar se likuidimet e kësteve të aktmarrëveshjeve dhe faturës së radhës mund të kryen edhe te karka e OSHE-s e pozicionuar pranë drejtorisë rajonale, është e pamundur të evitohen radhët e gjata.